Andaj pejgamberi sa thotë, nuk është i fortë ai i cili hakmirët dhe godet edhe mposht tjetrin. Jo, i fortë, i guximshëm është ai i cili frenon mllefin, ai i cili kontrollon veten e tij, ai i cili kontrollon reagimet e tij. E sigurisht se pas këtij vetë kontrollit të domosdoshëm e pason me falje, për cilën do të flasim pak më poshtë. Mirë po, ajo që shumë është më rëndësishme është që ta kontrollojmë veten tonë në momentet e caktuara, në reagimet e caktuara. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam kur i pa dy njerëz në zënkat e tyre, në problemin e madh që ata kishin, thotë unë di një fjalë, po ta thot ndonjëri prej tyre më një herë do të largohej. Është a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Domthon kërkojmë mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala nga nxitja e shejtanit. S'po flasim on nëse e thot ajetul kursi, s'po flasim on nëse me rabdes, s'po flasim andaj edhe në aspektin psikologjik. Është e vërtetuar se njeriu të nevojitet në momentin e parë që të bëjë një veprim, të dalë nga situata e caktuar në vetkontrollin e tij. E sigurisht se për besimtarin kjo shumë e lehtë, sepse bëron nga zemra e pastër, bëron nga lidhja e tij me Zotin xhallashanuhu, e pastaj bëron edhe nga pritja e shpërblimeve dhe e sevapeve dhe e ngritjes së gradave si rezultat i faljes